Më lejoni t'i jap fjalën kryetarit Partisë Socialiste, kryeministrit Edi Rama. Faleminderit. Kryetar, sot ne jemi këtu që të shpallim publikisht qëndrimin ton në lidhje me kërkesën e prokurorit special për të autorizuar kufizimin e lirisë së Belinda Ballukut. Ndaj saj është ngritur një akuzë që në vitin e shkuar, jo për vjedhje, jo për korrupsion dhe gjësendi tjetër të lidhur me ndonjë sken krimi apo flagrancë në kryerjen e një vepre të rëndë penale, po vetëm për dyshimin e arsyeshëm se në cilësinë e ish-ministres infrastrukturës dhe energjisë ka kryer veprën penale pa barazi në tendera publik. 6 vite më parë, bazuar në disa mesazhe të gjetura vite më vonë në celularin e një ish drejtori. Dhe mbi këtë fakt, ende krejt të pahetuar aso kohë, por si rëndom të servir më parë përmes korrierësh që hynë e dalin të kuzhina e stacionit trenit, si gjellë qensh në 700 tenxheret e gjyqit politik dhe mediatik, u vendos fillimisht me një turavrap të pakuptueshëm nga prokurori dhe gjykatësi i seancës paraprake, pezullimi i antares së kabinetit qeveritar. Një masë absurde, që siç e kemi shpjeguar më parë, pezulloi faktikisht funksionin, jo thjesht personin. Prandaj, edhe nuk ka ndodhur kurrë dhe askund tjetër në botë një budallëk i kësaj natyre. Pastaj, pa pritur fare përfundimin e procesit, të hapur prej nesh në gjykatën kushtetuese, për ndërhyrje të patolerueshme në kompetencat e pushtetit ekzekutiv, sapo gjykata e pezulloi masën e pezullimit dhe deklaroi se do t'i hynte çështjes në themel, erdhi turavrapi i dytë. Kërkesa që diskutojmë sot. Dhe e diskutojmë me të drejtën që na jep Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë për të autorizuar ose jo arrestin e një deputeti, gjë për cilën do flas konkretisht ca më poshtë. Thjesht njoftimi i akuzës në rrugën e Shtrëmbër dhe fatkeqësisht të bërë zakon nga grupet hetimore të stacionit trenit, të cilat i përdorin mediat si forca paramilitare të fajsimit dhe të asgjësimit publik të subjekteve të tyre, mjaftoi që ndaj Belinda Ballukut të ngrihen të tëra dallgët e detit të urrejtjes, që zihen pa pushim në të 700 tenxheret e pazarit ton politik e mediatik, dhe të mblidhen të tëra rrjet e fantazive perverse të rrjeteve sociale, për ta kthyer njeriu në një kriminal me 300 vila, 2 jahte, 10.000 euro solucione magjike për një larje makine, ndërkohë
rrugët e ndërtuara në periudhën e drejtimit saj u shëmbën që të gjitha nga korrupsioni, shirat u derdhen me gjyma dhe përmbytjet mbuluan edhe malet e Shqipërisë nga mungesa e kanaleve të vjedhura prej saj, deti u bëkos për qenërinë e pazarit politik dhe mediatik dhe erdhi më në fund me thirrje histerike jashtëderdhjesh në bulevard. E shumë pritura orë e hakmarrjes madhe ndaj njeriut që e çoi Partinë Demokratike për jufka në Dibër dhe asfaltoi krejt në Fier, me gjithë gazin e Zegjines. Hapklap burri i parë në historinë e Europës që Komiteti i Helsinkit e mori në mbrojtje nga një vajzë. Mëshirë, Zegjine, mbyll klap. Por ndërkohë që Belinda Balluku u kthye në shtrigën që duhet djegur në turrën mesjetare të druve me zjarr molotovësh dhe tërë fondet e mobilizuara si asnjëherë më parë në këto vite nga burimet e shtetit, të organizmave financiare ndërkombëtare apo të sipërmarrjes private për infrastrukturën u kthyen në parat grabitura prej asaj vetë, unë pikërisht sot duhet u them shqiptarëve se ndryshimin epokal që vazhdon dhe do të vazhdoj në sektorin e infrastrukturës dhe në sektorin energjetik të vendit ton, nuk e solli koha. Nuk e sollën as thjesht parat. Para janë harxhuar plot edhe më parë për ato rrugët e lëna rrugëve. Nuk e solli askush dhe asgjë tjetër. Përpos votës tyre për këtë parti, për qeverinë e kësaj partie, ku bën pjesë edhe Belinda Balluku si antare e kryesisë Partisë Socialiste, si një ndër njerëzit tanë më të votuar dhe më të mbështetur nga zgjedhësit, e cila për 6 vjet me radhë drejtoi Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, duke punuar pa orar, luftuar pa rezervë për të realizuar në afat dhe në cilësi objektivat ambicioz programit ton qeverisës, mes 1001 vështirësish në këta dy sektorë që e kanë vuajtur gjatë prapambetjen historike për shumë arsye. E di që edhe këtu mes nesh ka disa që mendojnë se fitoret shëmbullore elektorale të Belindës dhe skuadrave të udhëhequra prej saj në territor burojnë nga fuqia e pushtetit që ajo kishte. Kjo mbetet për t'u parë në zgjedhjet e afërta vendore në qarkun e Fierit, ku ajo do të vazhdojë të drejtojë qarkun dhe nuk do të jetë më në asnjë pushtet ekzekutiv. Por ajo që unë di me siguri është një gjë tjetër, se pak kush nga ne këtu i mban si Belinda Balluku kontaktet me territorin, duke shkuar rregullisht në zonat që mbulon si drejtuese politike. Nuk kam fare në plan ta shpall as hero dhe as viktim Belindën sot, dhe uroj që në hetimin e çështjes për të cilën ajo akuzohet se ka kryer një vepër penale, prokuroria të shteroj çdo pistë që mund të çojë tek korrupsioni. Sepse në fund të ditës gjithkush pas të 18-ave varet vetëm nga këmbët e veta, me ligj dhe me zakon. Ndërkohë që unë si kryeministër, ndryshe nga sa mendojnë dhe flasin ata që se kanë idenë e kësaj detyre, nuk e kam as të mundur, por nuk e kam as të lejuar
qoftë nga ligje, qoftë nga zakoni, që t'i mbaj pishën asnjë bashkëpunëtori. Nuk kam ndërmend as t'ju them aq më tepër juve që i njihni më mirë se të tjerët, që Belinda është një njeri që durohet lehtë në punë. Pasi ca më shumë e ca më pak, e dim të gjithë se sa e lehtë është merresh me të, sidomos kur i thot koka që ka të drejtë edhe do me çdo kusht që të dalë vetja. Nuk kam jo ndërmend ta shpalt pafajshme, për çka akuzohet, apo të shkel për të vijën e kuqe, të cilën e kam vizatuar përpara deputetëve në këtë sallë të nesërmen e miratimit të reformës në drejtësi, dhe që vlen për të gjithë njësoj, duke e marrë në mbrojtje nga drejtësia dhe duke hyrë në përmbajtjen e çështjes. Gjëra që i takojnë ekskluzivisht avokatit apo prokurorit dhe gjykatësit. Jam unë dakord me këta të fundit. Por nga ana tjetër, nuk kam ndërmend as që në një moment si ky t'i lë pa përmendur transformimet e mëdha në dy sektorët që ministria kanë drejtuar dhe ndjekur për ditë, pa ndaluar asnjë ditë. Gjatë tyre 6 vjetëve në vendin tonë janë ndërtuar dhe rindërtuar me standarde europiane rreth 1000 kilometra të rrjetit të ri rrugor kombëtar, nuk të llogaris rrjetin dytësor dhe tretësor, sepse nuk është në kompetencën dhe autoritetin e ministrisë dhe të qeverisë, por të bashkive dhe të Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ndërkohë, 40 kantiere janë aktualisht të hapura në gjithë vendin dhe do të jenë vlerështuar Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Që nga aksi Elbasan Rogozhin, i cili mbyllet në 2027 me ecuri mbi 60% aktualisht, tek Elbasan Qaftana, që po ashtu mbyllet në 2027, duke i vënë në dispozicion jo vetëm Shqipërisë, po edhe Bashkimit Evropian, edhe NATO-s korridorin e 8, i cili për 30 vjet u bllokua në Komisionin Evropian nga të tjerë, për të mos u kualifikuar dhe klasifikuar si korridor i rrjetit europian të transportit, dhe e zhbllokuam ne në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor këtu në Tiranë, dhe i cili njëkohësisht është shpallur korridor sigurie për mobilitetin e forcave të NATO-s. Edhe Elbasan Banj apo bypassi i Fierit dhe i Vlorës, rrugë të cilat numëroheshin dikur me daulle dhe me klithma majkrahi në inventarin imagjinar të mira kilometrave të ditëziut dhe të punëziut që i ra për hisë Shqipërisë dje dhe i ka rënë përfyti opozitës nga lindja dhe deri në agoninë e saj, po të cilat në fakt ishin vetëm gropa, borxhesh dhe plagë të hapura rrugëve, janë vepra që janë kryer pikërisht në këto 6 vite. Ashtu siç u kryen dhe Orikum Dukati, apo tuneli Llogaras, për të cilin flitet në Havane tymit të tenxhereve dhe në uturakët e qimbellinjve për miliona e meleona të vjedhur, po të vetmen miliona e meleona të vërteta deri tani që flasim, janë ato të përfituarat më tepër nga rritja e fluksit makinave drejt bredetit jon, për ekonominë dhe financat e vendit,
Palas Dërmiu, Kardhiq Delvina, e shumë premtuar dhe ajo, madje edhe ajo në atë inventarin imagjinar të ditë punëziut, por e realizuar vetëm në të njëjtën periudhë. Korçë Erseka, tjetër vlerë e madhe e shtuar. Qukës Qaploqa, një grop në formë humnere, e Derdimenit të lartë përmendur, e cila në mbetin kurriz bashkë me projektin e hartuar nga analfabet me 2 gishta. Dhe e rinisëm krejt nga e para si projekt, duke e bërë fytyrën sholl me kreditorët e huaj për të vazhduar të na mbështesin. Ka përfunduar dhe. Bajpasi i Tebelenës, Ura Ali Pashës, Maliq Lozhani, Berat Ballabani, për të vazhduar me Thuman Kasharin dhe me rrugën e Arbrit. 2 ondra në Beze për shumë e shumë vite, kur thonë Tironësit, ndoshta sot janë realitete me dobi të jashtëzakonshme. Apo Unaza e Madhe e Tiranës. Edhe këtë e llogariste Katrani i Madh në atë inventarin imagjinar të mira e mira kilometrave, u bë realitet vetëm pasi ju qep Ministria e Infrastrukturës. Tamam duke qëruar oris, kur i thon llafit, se në çdo 100 metra kishte një problem. Jo shpronësimi i pa bërë këtu, jo kanali atje, jo kablot e nëndhepshme të RTS më tutje, jo kolektori poshtë, jo lumi me klubit nën vete, jo përroi me lavazhin mbi vete, jo dreqi me leje, jo i biri pa leje, jo ky me legalizim, jo ai në proces legalizimi, jo ata që s'luanin vendi se kanë qenë me ne, jo ata që s'hapnin rrugën se ishin me ata, jo drejshri dhe të bit, që nxisin ato protestat me bllokime këtu e atje, bam bariu e bam i biri, bum falliu e ham i ati, derisa u qëruan të tërë dhe u krye edhe Unaza e Madhe e Tiranës. Bulqiz Martaneshi, Maqellar Peshkopia, Ura e Madhe e Kuksit, bashkë me viaduktet e rrugës Kombit, të tëra të mbetura në Havane premtimeve dhe të pritjeve shumë vjeçare, u mbyllën dhe ato. Doli dhe rruga e Kombit nga ajo gryka e shishes, pa llogaritur gjithë peripecitë e tjera të saj. Janë aktualisht në ndërtim rruga e Ksamilit, zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, segmenti i parë i bypassit Tiranës Vaçar-Kashari, rruga Ndroq-Plepa, bypassi Sarandës, rruga e Komanit, ndërkohë që segmentet e korridorit blu nga Baldrem Miloti, Milot Thumana, Kashar Lekaj, Lekaj Fieri, janë të tëra në përgatitje kantieresh, pas procesesh të ndërlikuara teknike dhe lidhjet kontratave koncesionare. Nuk i rëndita kot tëra këto, sepse janë vepra dhe një Shqipëri tjetër, ndërplot tjera që kemi ndërtuar dhe po ndërtojmë, një Shqipëri që s'ka asnjë lidhje me Shqipërinë e 700 tenxhereve që bullojnë për ditë dhe për natë, skandal këtu, skandal atje, shpërtheu andej plasi këtej, ikën të tërë jashtë nga Shqipëria, ikën të tërë brenda nga qeveria, bam, bum e bam, bum. I rendita sepse dua t'i ftoj të gjithë, ju që jeni këtu dhe ata që na kanë besuar drejtimin e Shqipërisë. Po edhe këdo tjetër që nuk ka frikë ta provojë ta marrë me mend, që t'ja heqin për një çast vendit të gjitha këto artere të reja dhe ta marrin edhe një herë me mend rrugën e vjetër për Dibër. Ato që nuk mbaron të kurrë. E kur ti thoshe Peshkopi, në fakt s'ishe akoma në Burrel. Të shkoj njerë për Vlorë dhe të harrojnë bypassin, t'i bie nga radhima dhe të fillojnë të kaptojnë
Llogaran, të ikin një herë për Sarand nga Gjirokastra përmes asaj rrugës me rrotullime, ku rrotullohesh dhe pastaj e gjete veten 2 metra mbi pikën ku ishe përpara se të fillojë rrotullimin dhe pastaj futesh prap në rrotullimin tjetër. Të provojnë edhe një herë sekën nga ajo rruga e mëparshme, që dikur e detyroi një shokun ton që bënte fushata ndej, t'ju thoshte kolonialëve çudi si e votoni ju Partinë Socialiste. Kujtohet ai shoku? Se u merua duke bërë atë rrugë. Dhe po ndalem me kaq se kam frikë se mos i zë rruga ata që po na dëgjojnë. Duke udhëtuar në para Shqipërinë asaj infrastrukturës së ububushme. Po besoj se çdo mendje e lirë nga urrëtia politike i mjafton kaq. Një udhëtim i shpejt, mbrapsht, në kohë për ta pranuar pa asnjë gajle vlerën e punës kolosale që është bërë. Flasim pak për hekurudhat se kollajt thuash ku i keni hekurudhat, pse si bëni hekurudhat, s'keni një hekurudh, s'keni, se nuk keni turp, nuk keni, por të rilindësh infrastrukturën e kurudhore nga hiçi, ku e katandisi liri demokracia e fillim viteve 90, duhet jo thjesht një përpjekje dhe një durim shumë i madh, po dhe një reputacion i vendit, një situatë ekonomike dhe një aftësi financimi që deri dje Shqipëria nuk e kishte asgjë kundi. Tani më ne nuk kemi thjesht një synim, po kemi një plan konkret për të ndërtuar rreth 530 kilometra hekurudh sipas standardeve të Bashkimit Evropian, të elektrifikuar dhe të integruar në rrjetet europiane, projekte konkrete, procese pune konkrete. Hekurudha Durrës-Tiranë, aeroporti i Rinasit, aktualisht në ndërtim, do të jetë linja e parë e elektrifikuar në vend, me 12 stacione përgjatë saj, e cila do të nisë operimet në fillim të vitit të ardhshëm. Hekurudha Vor-Haniotit, lidhja me Malnezi, është aktualisht në proces prokurimi. Ndërtimi pritet të nisë në fund këtij viti dhe të përfundojë në 2030. Pjesë e korridorit 8 janë rehabilitimi i linjës Durrës-Rogozhin, që nis ndërtimin po në fund të këtij viti dhe përfundon në fund të vitit 2028, si dhe projekti Rogozhin-Pogradec dhe kufi me Maqedoninë e Veriut, aktualisht në fazën e projektimit. Ka përfunduar në bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës studimi i fizibilitetit dhe projekti paraprak për hekurudhën e kombit Durrës-Prishtinë, me gjatësi 105 kilometra, 14 tunele dhe 43 ura. Në takimin e fundit me kryeministrin Kurti, kemi folur edhe për 2 pista financimit huaj, të cilat do t'i eksplorojmë bashkërisht. Ka nisur hartimi projekt detajuar për linjat Vlorë, aeroporti i Vlorës dhe Sukt Porto Romano, që do të lidhin portet dhe aeroportet me rrjetin e kurudhor, ndërkohë që po studiohet edhe rindërtimi i rrugës i hekurudhës Durrës-Vlorë. Për herë të parë me qeverinë tonë, edhe kjo diçka e këtyre 6 viteve, sepse nuk dua t'i kthehem kohës kur erdhëm për të qeverisur dhe u bëm me detyrim përcaktim zjarr fiksa dhe mbyllës gropash nga të 4 anët. Sa në financat e shtetit, e sa në rrugët e rëna e rrugëve, e në çdo sektor tjetër. Një strategji reale, funksionale e kombëtare e aviacionit civil. E fokusuar në infrastrukturë, në konkurrencë dhe në ndërlidhje, që e ka rritur aksesin e qytetarëve në aviacion
nga 13% që ishte në vitin 2019 në 34% që është sot. Liberalizimi i tregut ajror ka sjell operatorë të rinj, duke ulur çmimet e biletave, duke rritur numrin e fluturimeve direkte nga Tirana dhe duke e bërë Tiranën pikën kyçe të aviacionit rajonal. Besoj që askush nga ata që nuk e kanë mendjen të pakapur peng nga tenxheret politike dhe mediatike, nuk e ka harruar kohën se s'është daqe largët, kemi qenë ne në qeveri me trashëgimin e rënd bisupe, kur të fluturohej nga Shqipëria apo për Shqipëri, biletat ishin më të shtrenjtat në Europë. Në Europë. Sot kemi aeroportin më të madh në kapacitet pasagjerësh në Ballkanin Perëndimor dhe prej vitesh e kemi lënë pas aeroportin rajonal të Beogradit, i cili ka qenë aeroport kur Rinasi ishte një pistë me një terminal që ishte më i vogël se kjo salla këtu. Se kam qenë dhe unë në terminal, kur kemi shkuar me ekipin kombëtar për të luajtur jashtë. Disa tavolina, ca karrige, ca mbulesa me kuadrata të kuqe, mbi mbulesën me kuadrata edhe një mbulesë tjetër e bardhë në formë rombi, edhe mbi atë ca gota qelçi, që duhet të hapësh gojë kaq për të futur gotën që të derdhësh ujin në gojë. Po, juve breziri nuk i keni para ato gota. Prandaj edhe sot kujtoni se jeta është më e lehtë. Aeroporti i Tiranës sot ka 80 destinacione dhe 27 linja ajrore, duke arritur të përpunojë në vitin që sapo mbyll 11.6 milion pasagjerë. %247% më shumë krahasuar me vitin 2019. Para se të futej në funksion gjithë strategjia për cilën fola. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës është në fazën përfundimtare të ndërtimit dhe do të fusë në Shqipëri përveç fluturimeve transoceanike edhe modele të reja biznesi të aviacionit, kargon edhe mirëmbajtjen e avionëve, gjë për cilën është nënshkruar edhe marrëveshja. Nuk besoj se duhet ja kujtoj njeriu këtë, se sa herë është premtuar, ëndërruar, imagjinuar aeroporti i Vlorës, por tani që po përfundon, mund të them që për Vlorën më e mira është e gjitha përpara në drejtim të perspektivës ekonomike. Ndërtimi i portit të ri tregtar dhe ushtarak me një krah në Porto Romano parashikon trefishimin e kapaciteteve përpunuese aktuale dhe krijimin e një zone të lirë ekonomike, parku logjistik, ndërkohë që hap rrugën e 2 porteve të reja të thata në Prishtinë dhe në Shkup, duke krijuar një nyje të re me fuqi strategjike dhe logjistike të konsiderueshme, jo thjesht për rajonin, po dhe si një vlerë e shtuar për Bashkimin Evropian dhe NATO. Dhe duhet të them këtu 2 fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme me zvëndesh që janë në stade të caktuara zhvillimi. Një proces shumë i sofistikuar me projektin e studios më të madhe në botë dhe me reputacionin më absolut në botë për ndërtimin e infrastrukturës dhe sidomos të
asaj portuale e Royal Asconic nga Hollanda, një garë e jashtëzakonshme me pjesëmarrje nga të gjitha anët, por e monitoruar nga anët e zhëja nga konsulenti i Royal Asconic përsëri, dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë, por një gjë dua ta them këtu. Ata që e luftojnë projektin, ata që s'po lën gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim, sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian. Për çdo gjë tjetër, jam të C-ja. Investimet e tjera në proces përfshin dhe transformimin e triportit në Vlorë, një port mirëfill tregtar, i shumë munguar për Vlorën, dhe ndërtimin e 4 marinave turistike në Durrës, Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin. Nuk do flas për marinën e Sarandës, se po më shikon Ulsiu, dhe s'dua të krijoj konfuzion këtu për raportet shumë të kthjellta që kemi me drejtësinë. Ndërkohë që marina e Durrësit dhe e Vlorës janë në proces ndërtimi, në Shëngjin kemi filluar një proces me kryetarin e bashkisë dhe me një super ofertë të një subjekti shumë të njohur në Europë. Për Sarandën, pyesni Ulsion më shumë. Për sa i përket energjisë, sot kemi përqindjen më të ulët të humbjes në rrjet, që hyn tani më në sferën e humbjes teknike, ndërkohë që e patëm nisur atëherë me 50% thuajse humbje në rrjet. Janë zhvilluar 5 ankande ndërkombëtare që kanë krijuar mundësinë për 640 MW kapacitete fotovoltaike dhe 222 MW kapacitete eolike, duke arritur disa nga çmimet më konkurruese në Europë për energjinë e rinovueshme. Karavastaja 140 MW është sot në operim. Spitalla 100 MW është në ndërtim. Parku eolik në Kavaj 75 MW, Akërnia 100 MW dhe rreth 300 MW të tjera janë në proces të marrjes së lejes së ndërtimit. Është diversifikuar dhe rritur prodhimi i energjisë, ku 600 MW kapacitete të reja janë shtuar dhe priten edhe rreth 1000 MW deri në përfundim të vitit 2027. Nga vdekja e Enver Hoxhës deri në largimin nga pushteti të sekretarit të partisë tij në 2013 Shqipërisë nuk i është rritur asnjë megavat kapacitet prodhimi. Asnjë megavat kapacitet prodhimi. Po ka ndodhur e para shkatrimi total i sistemit të shpërndarjes. E dyta, privatizimi kriminal i 4 hidrocentraleve të ndërtuara funksionale, Shkopeti, Ulza, Bistrica 1, Bistrica 2, si kthim të vëshëje. Do më në qoftë se duan korrupsion dhe duan të luftojnë korrupsionin, se krimin, me sa duket, nuk e kanë të lehtë ta luftojnë deri në fund, përderisa nuk kanë fuqi të ngrenë akuzë për 21 janarin, le të shkojnë dhe të marrin dosjen e këtyre 4 veprave të ndërtuara nga populli
dhe që i takonin vetëm popullit. Dhe ju dhanë një kompanie që nuk i kthej të vëshëja, i llogaritën të vëshën, thanë të vëshën si ja u kthejmë, po merrni këto hidrocentralet. Dhe këta janë sot ata që vinë vërdall si qenë e pazarit, me flak në përduar dhe me lapën jashtë. Sot energjia rinovueshme përbën 44% të miksit total të energjisë në vend. Politikat e vetë prodhimit kanë nxitur rreth 400 megawatt kapacitete fotovoltaike për bizneset dhe familjet në vetëm 3 vite. Është përmbyllur dhe reforma për liberalizimin e tregut të energjisë dhe ndarjen e funksionit prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha këto kanë ndodhur në këto vite. Në drejtimin e atij njeriu që ka mbuluar ato 2 sektorë. Është deregulluar pjesërisht tregu i furnizimit me energji, ku klientët me tension të mesëm dhe të lartë operojnë në tregun e lirë. Shqipëria ka përballuar krizën globale të energjisë pa e rritur çmimin. Për konsumatorët familjarë, dhe këtë nuk e them unë më, e thot OECD-ja. Në vlerësimet OECD-s shënohet se Shqipëria është një vend në Europë që përballoi krizën pa rritur çmimin e energjisë. Për herë të parë dhe i vetmi vend në Europë, Shqipëria uli çmimin e energjisë për familjarët me 10%. Gjeni një vend tjetër ku është ulur çmimi i energjisë dhe kur mund të diskutohet ulja e çmimit të energjisë. Programet për eficiencën energjetike kanë mbështetur 4.000 familje deri tani dhe do vazhdojnë të mbështesin tjera. Është krijuar bursa shqiptare e energjisë elektrike nga operatorët e Shqipërisë dhe të Kosovës, ku volumet sot krahasuar me ditën e krijimit 2024 janë rritur me thuajse 50%. Është forcuar integrimi rajonal përmes projekteve të interkoneksionit me Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën dhe aktualisht po punohet për të trefishuar kapacitetet me Greqinë, si dhe për të ndërtuar linjën e transmetimit me Italinë. Po zbatohen projektet për të rehabilituar kaskadën e Drinit dhe për të modernizuar asetet ekzistuese. Investimet e keshit drejt për drejt përfshin 75 megawatt kapacitet fotovoltaik, 110 megawatt termik dhe projektin pump storage me rreth 300 megawatt. Ndërkohë, përmes bashkëpunime ndërkombëtare, veçanërisht me Mazdarin e Emiratet Bashkuara, do të fillojë gjenerimi i kapacitetet të reja, duke filluar nga parku fotovoltaik i Tragjasit 120 megawatt. Ka nisur projektet për infrastrukturën e karikimit të automjeteve elektrike. Projekti Nur në bashkëpunim me Sokarin do të mundsoj për herë të parë përdorimin e gazit natyror në Shqipëri si një burim energjie i cili rrit sigurinë e furnizimit dhe sigurinë energjetike në vend, ndërsa marrëveshja që përmenda ajo trilateralja me Italinë dhe Emiratet e Bashkuara për transmetimin në mënyrë të energjisë do ta vendosë Shqipërinë në një pozicion të ri strategjik edhe në këtë fushë. Dhe e fundit që kam është motamo nga World Economic Forum, Shqipëria renditet në krye të klasifikimit për qëndrueshmërinë e sektorit energjetik. Nuk e lë dot ujin pa e sjell këtu, sepse reforma e ujit ka marrë tani më një pamje të qartë për ku po shkojmë. Në 2022 u përmbyll faza e parë e reformës, rajonalizuam shoqëritë, i reduktuam nga 58 në 14 që të rrisnin performancën financiare të sektorit. Në 2024 nisëm për herë të parë subvencionimin e ujit për kategoritë caktuara të klientëve më vulnerabël.
Kemi zhvilluar sistemet digjitale për monitorimin e burimeve ujore dhe depove, si dhe përfunduar një projekt për digitalizimin e shërbimeve për qytetarët. Janë realizuar mbi 35 miliard lek investime në këtë sektor. Furnizimi 24 orë është arritur në 43 zona urbane dhe 98 zona rurale. Arktimet kanë shkuar në një nivel rekord me 11.2 miliard lek në 2024, rritje me 13%, ndërkohë që pagesa e faturat e energjisë nga shoqëritë e usjellësit që nuk paguan energjinë ka arritur në 93%. Shoqëritë e usjellësit kanalizimeve kanë arritur të mbulojnë kostot e operimit, diçka që nuk ndodhte më parë. Dhe të mirëmbajtjes duke treguar që janë shëndoshur financiarisht në pikën ku mund të kalojmë në fazën tjetër të reformës. Kanë përfunduar mbi 200 projekte për rindërtimin dhe ndërtimin e usjellësve në këto vite, rrjetesh kanalizimi, impiantesh trajtimi, të shpërndara në të gjitha qarqet. Janë 80 kantiere në proces. Tani unë jam i bindur se kjo pasqyrë faktesh dhe shifrash, sa kokëforta, aq dhe domethënëse nga dy sektorët strategjik që Belinda Balluku ka drejtuar si titullar politikit tyre, do të gjuhet dhe do të pështyhet nga tërë lukunia e pazarit të tenxhereve politike dhe mediatike, si të ishte një flet lavdërimi me fotografinë e saj. Por faktet janë fakte. Dhe asgjë nuk i ndryshon dot. Ndërkohë që për mua, për ne, këto nuk janë faktet e pafajësisë apo të amnistisë, për çfarëdo faj mund të ketë bërë Belinda, të cilin sidoqoftë nuk e përcaktojnë dot as një prokuror, as dy uturak mediatik qimbellinj, që mbledhin e hedhin jashtë nxjerrjet e urrëties ndaj nesh, duke pastruar para dhe duke bërë evazion fiskal në sytë e mbyllur të prokurorisë që i ka dosjet për të dyja këto akuza të depozituara institucionalisht nga tatimet e Republikës së Shqipërisë. Po tatimet e Republikës së Shqipërisë janë të Republikës. Prandaj nuk janë aq të rëndësishme se sa janë qimbellinjt, që janë të hurit dhe të litarit. Dhe nuk e përcaktojnë as gjitha tenxheret bashkë. Atë fajsin ose pafajsin e përcakton vetëm procesi gjyqësor. Ndërsa pasqyra e fakteve të një pule kolosale nuk i takon kursesi një individi thjesht me një rol të pamohueshëm në të gjithë zinxhirin e arritjeve në dy sektorë kaq të rëndësishëm, po të gjithë atyre që kanë pasur një rol për të luajtur nga skuadra e qeverisë tek ajo e Ministrisë Infrastrukturës, duke filluar nga Sindi 32 kile, që na doli dhe njeri për të kontrolluar shtëpia në 6 mëngjesit, deri tek i fundit, bashkë me drejtuesit dhe ekipet e institucioneve dhe ndërmarrjet varësisë, pa haruar padyshim deputetët e komisioneve të lidhura me ata sektor, si dhe mbështetjen vendimtare që grupi socialist i ka dhënë të gjitha reformave të bëra. Dhe për këto fakte, për këto arritje, për të gjitha përpjekjet dhe mundin që është dashur deri këtu, që të gjitha ata që kanë bërë detyrën e tyre, përfshirë patjetër edhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë, si përgjegjëse për dy sektorët, meritojnë vetëm respekt. Ndërsa të gjitha atyre njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, me kushtin që të mos jenë pjesë e turmës së qorrave dhe të shurdhve,
me Molotov në gojë dhe në duar, por që mund të jenë mbështetës tanët, siç mund mos jenë mbështetës tanët, dhe që sido qofshin, e kanë gjykuar tani më pa gjyq, dënuar pa i dhënë as të drejtën të mbrëhet në gjykat për çka akuzohet. Dhe duan ta shohin në burg Belinda Ballukun. Pa pritur as të hapet dera e sallës gjyqit për të nisur procesin, u them që t'i bëjnë vetes një pyetje. Ku ndryshojmë ne? Që të gjithë ne sot, apo të paktën, ku duhet të ndryshojmë ne, shqiptarët e sotëm, pavarësisht bindjeve dhe simpative tona, politike apo njerëzore, nga ata që dje e deshën me dojmos të pushkatuar gjyshin e saj, apo nga ata që regjimi komunist i gjyshit të saj i deshi me dojmos të pushkatuar, të burgosur, të sërgjynosur, pasi u bëri fillimisht gjyqin në gazet, në radio, në televizion, dhe i dënoi në emër të popullit, pa u dhënë as të drejtën të mbrohen në sytë e popullit. Kjo nuk është një pyetje që unë e bëj sot për të mbrojtur Belinda Ballukun nga e vërteta, që i takon vetëm procesit me saj dhe drejtësisë. Sepse unë nuk jam avokati as kujt këtu, përballë një akuzë të ngritur nga prokuroria, ndaj kujt do qoftë këtu brenda apo pranë nesh. Kjo është një pyetje të cilën unë e bëj sot për të mbrojtur të vërtetën e madhe që i takon vetëm demokracisë, nga të gjithë abuzuesit e saj, sepse unë jam kryeministri i këtij vendi. Përballë një sfide historike të marrë përsipër nga Partia Socialiste dhe nga unë vetë si udhëheqësi i saj. Kjo e vërtet e madhe quhet prezumimi i pafajësisë, si parakusht absolut i çdo hetimi dhe procesi gjyqësor dhe si vijë e prerëndarse mes demokracisë dhe diktaturës, mes drejtësisë dhe arbitraritetit. Ndërsa sfida historike e kësaj partie është mbrojtja e pavarësisë drejtësisë në radhë parë nga tundimi ynë i natyrshëm për t'ju kundërvënë drejtësisë në çdo rast kur drejtësia tani më e pavarur fal vullnetit ton patriotik dhe europian shfaqet haptazi e anshme dhe jo profesionale, duke goditur arbitrarisht dhe duke përdorur tenxheret politike dhe mediatike për të fituar në mexhelisin e gjyqit popullor përpara se sa të fillojë gjyqi ligjor. Edhe rasti që po diskutojmë aktualisht është i tillë. Fatkeqësisht nuk është rasti i parë, po fatmirësisht nuk është as rasti më i vështirë, sepse ndryshe nga sa ka ndodhur për shembull me kryetarin e Bashkisë Tiranës, prezumimi i pafajësisë të cilit nuk ka ekzistuar as përpara se sa i të merrej për herë të parë në pyetje. Dhe gjyqi mediatik ndaj të cilit ishte një tjetër masakër, gurësh dhe pështymash. Me libër shpije, e denjë përmes jetën, jo për një shoqëri europiane. Në këtë rast, thash fatmirësisht sepse vjen te ne. Na i jep ne kushtetuta të drejtën të gjykojmë mbi dëshirën, nevojën, argumentet e prokurorit për të kërkuar një arrest pa gjyq. Se kjo është ajo që duhet ta kuptojnë të gjithë shqiptarët për të kuptuar pozicionin ton, pozicionin tim. Arrest pa gjyq. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe kështu na e jep kushtetuta mundësinë
që astë mos e humim nga sytë, astë mos kemi fuqi të ndihmojmë viktimën më të madhe e gjermësot të reformës në drejtësi. E dini kush është viktima më e madhe e gjermësot të reformës në drejtësi? Parimi i prezumimit pavajsisë. Që ne të ngrem dorën për të votuar kërkesën e arrestit për Belinda Ballukun, me kartonin që na e kanë dhënë socialistët dhe mbështetësit tanë, përfshirë dhe ata të kryeqytetit socialistëve në Fier, na duhet të kemi të paktën njërën nga arsyet që kemi pasur kur e kemi bërë këtë më parë. Nuk po them të kemi sken krimi, të kemi kushte flagrance, apo të kemi qoftë një provë bindse për tentativ, arratisi apo prishje të provave, të cilat janë normalisht arsye sine qua non për paraburgimin, sepse sjellin një lëndim relativ të detyruar të parimit të prezumimit të pavajsisë. Por po them të paktën njërën nga arsyet që kemi pasur kur e kemi bërë këtë më parë. Dhe në kujtesën time, qysh për reformës në drejtësi, ne kemi votuar për 2 arreste. Njëri për shkeljet përsëritur të vendimit të gjykatës, pra një votim automatik, pa nevojë për ndonjë diskutim. Tjetri për plot zeza, korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, gjëra që na krijuan bindjen që kërkesa e prokurorit ishte e përligjur. Në këtë rast s'kemi asgjë nga këto. Ndërkohë, unë kam dhe një problem tjetër. Materiali shumë voluminos që e shoqëron kërkesën, si që tha dhe nga prokurori 16.000 faqe, është në fakt tregues i dobësisë së madhe që ka kërkesa. Sepse ato 16.000 faqe janë një kolpo e bukur propagandistike për t'ju quar fjalë gjithë shqiptarëve të etur për drejtësi që janë 16.000 faqe me vjedhje. Në fakt, ato janë studime, janë projektime, janë prokurime, janë vendime, janë urdhresa, janë arkiva e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Drejtësisë gjatë periudhës drejtimit Belinda Ballukut, e marrë me kamion dhe e quar për të futur në dosje, një dosje që nëse përbën provë për diçka, është prova më e fortë e punës së madhe serioze të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Të tjerat janë dokra. Unë nuk jam në njohës i procedurave të kuvendit, por personalisht ja kam thënë dhe shokëve të Këshillit Mandate, po t'isha një nga ata, unë do i ktheja mbrapsht ato 16.000 faqet si një qasje jo serioze. Për mua ofenduse, po unë mbase ofendohem letë. E përfaqësuesit pushtetit të pavarur gjyqësor ndaj përfaqësisë së pushtetit të pavarur legjislativ. Dhe pikërisht si iluzion optik. I mbani mend kur keni qenë fëmijë ato pasqyrat e thyera që kapin diellin dhe ja përplasin syve dikujt, një gjë e vogël dhe duket sikur të vinte gjithë dielli përballë, ashtu janë ato 16.000 faqet. Ulsim Manja më ka shpjeguar një herë fenomenin e volumeve të mëdha të kërkesave të prokurorëve me fjalët e ndjespas Stavri Çeços, profesor i nderuar i Fakultetit Drejtësisë, i cili thoshte: kur s'ka prova bindse shkruhet gjatë se flet prokurori. Kur ka prova bindse shkruhet shkurt se flasin provat. Por më e rënda sipas meje
në orvajtjen e prokurorit pranë kuvendit është diçka tjetër. Paraqitja e një incizimi të një bisede mes një të pandehure me një bashkëbiseduese. Ku e pandehura, shpjegoj, sipas prokurorit, na qenë kesh kërcënuar. Dhe ku sipas shokëve të shihet mandateve në atë proces verbal, nuk përmend asgjë kundi në atë bisedë Belinda, ministria, titullaria, apo ndonjë gjë që duket si një kërcënim real. Tani, besojeni ose jo, unë vetë as nuk e kam dëgjuar, as nuk kam ndërmend ta dëgjoj këtë kërcënim të incizuar apo të lexoj proces verbalin. I kam të merr këto forma, po drejtësia ka detyrën e vet t'i përdori, që e pas ka shtyr prokurorin të marrë gjitha do të përpjet dhe të vitë kërkoj nga Parlamenti i Shqipërisë arrestimin e një deputeteje e cila, një kujtesë e vogël këtu, është prindi vetëm i një vajze minorene, nuk po marr fare as për bazë faktin që këtë kërcënimin prokurori e kishte, apo jo, e kishte, edhe përpara se sa ta pezullonte ministren. Ndërkohë që e nxori vetëm kur ra masa e pezullimit, duke përdorur si rrethan rënduese për të kërkuar me çdo kusht arrestin në një turavrap i cili më shumë se sa një hap logjik i një procedure ku shfaqet një e dhënë e re, ngjan me një reagim emocional. Ndaj rrëzimit masës pezullimit nga gjykata kushtetuese. Po nejse. Unë nuk po them fare as që një thënie e një të pandehuri në të njëjtin procedim nuk ka vlerën e dëshmisë. Dhe thëniet e tij merren me rezervë pasi nuk mund të konsiderohen si provë në kuptimin që ka prova në kodin penal. Dhe këtë e thot kodi, nuk e them unë, por nuk e quaj. Unë po e zë tani se e pandehura i thot bashkëbisedueses në telefon. Belinda Balluku personalisht më ka lidhur pas karrigës. Më ka vënë në fyt një thik që kishte edhe disa pika gjaku të tharë. Dhe më ka thënë do të të vras. Po nuk the kështu apo po nuk bëra ashtu. Unë po e marrë që prokurorët kanë sjell këtë. Tani, a ka njeri të ma tregoj mua si mund të vihet në kuvendin e Shqipërisë me kaq, me një muhabet të tillë telefoni, pa bërë asnjë ballafaqim, pa bërë asnjë kryqëzim dëshmish, pa bërë asnjë verifikim kur ndodhi kjo thangmë, sa do në mënyrë të tmerrshme të përshkruhet ajo në një bisedë telefonike mes dy grash, ose burrash, se burrat janë më të këqij se gratë kur flasin në telefon. Aq më tepër një i pandehur me një tjetër. Si u merr ka mbrapa hekurave kaq kollaj? Njeri, se folën dy veta në telefon. Dhe kjo është një provë e re që s'është as e re. Dhe kur mendoj që vihet me këtë kollajllëk në kuvendin e Shqipërisë,
për të kërkuar kokën e një të zgjedhuri. Mbasi është bërë gjithçka për t'ia futur 7 pash, jo në ndhe, po në lum. Po një njeri i thjesht, një njeri i pambrojtur, një njeri që i ngec qara ngosht me kushërinë e një prokurori, për shembull. E parafitoni ju si mund të haj fletën e arrestit, surratit, me një logjikë rrafsh, si kjo? Dhe në fakt, kur shef këtë, aty e kupton konkretisht se si e hanë shumë njerëz në Shqipëri dhe se si për faqen e zezë të autorëve të kësisoj përplasje shturive të fletëve të arrestit, Shqipëria është bërë delja e zezë e Këshillit të Evropës. Më shumë të burgosur pa gjyq, të cilët hanë e pinë me paratë të taksapaguzve, ndërkohë që mund t'jenë atje komplet të pafajshëm, jetojnë pra në kurrizë të tjerëve, ndërkohë që mund t'ishin jashtë dhe të bënin punë dhe të mbanin veten e familjen, se sa të burgosur me gjyq. 58% janë kështu. Hajde ta fusim një herë, se na ka dalë një incizim, se na ka ardhur një muhabet, se kemi parë ca mesazhe. Ku jemi këtu ne? Po çfarë është një njeri i zgjedhur nga populli apo një drejtues publik? Kokë për t'u marrë si trofe në pjatën e pazarit dhe për t'u shëtitur pazar në emër të drejtësisë dhe të luftës kundër korrupsionit, pasi është sakatuar dhe zhgarravitur paraprakisht. Grupi strukturuar kriminal, i tha gjykatësia prokurorit për Ilir Beqen, arbitri. Pra, lojtari përballë pretendon që ishte gol. Arbitri thot, nuk ishte një gol, ishin 2 gola. Dhe vari, gjykata e apelit, thot ishin 3 gola. Qa drejtësi është kjo? Qa gjykatës është janë këta? Ra, grupi strukturuar, nuk është ekzistent. Atere, po Ilir Beqe? S'kam folur ndonjëherë për të, duke respektuar vijën e kuqe, po tani që ka një vendim, mbasi u ngrit dhe ul si organizatori një grupi strukturuar në të 700 tenxheret politike dhe mediatike, s'pas ka pas grup strukturuar. Në gjithë botën normale, prokurori kërkon, gjykatësi frenon. Këtu prokurori kërkon, gjykatësi vrapon. Po në emrin ton, jo. Me votën ton, jo. Herë tjetër, kur të vinë në kuvend për të kërkuar jo imunitetin, se dhe ky është një keqkuptim i madh. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj hetimit. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj përgjimit. Nuk ka imunitet në Shqipëri ndaj procesit penal për askënd nga ne që jemi këtu. Nuk ekziston imuniteti në Shqipëri siç e kanë në Gjermani, siç e kanë në Itali, siç e kanë në Francë, siç e kanë në thuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Që nuk mundet dot të guxosh ta zësh me gojë emrin e një deputeti, jo më të fillosh hetim, pa shkuar një në parlament, e të thuash, a më lejoni mua të merrem me këtë? Në Shqipërinë nuk e kemi. E kemi hequr me konsensus, mos gabohen, në 2012. Ne kemi vetëm
kufizimin ose jo të lirisë. Pra, një person hetohet në gjendje të lirë, apo një person çohet në burg me votën tonë. Dhe ne të ngrem dorën për të çuar në burg një deputet me këto argumenta? Po çfarë jemi? Bashkautor në krijimin e popullit të paraburgosurve në Shqipëri. Dhe kur të vinë për të kërkuar heqjen e lirisë, herë tjetër prokurorët duhet vinë të armatosur me prova dhe të përgatitur si erdhën në dy rastet e mëparshme. Për një rast kishte një provë që s'kishte çfarë thoshe fare, sepse deputeti nuk zbatonte vendimin e gjykatës në mënyrë përsëritur, për një rast tjetër kishin një mal me argumenta. Po t'i vish kuvendit me një proces verbal e një incizimi qesharak, një grua me 2 gra, për legitimuar kërkesë ekstreme, arrest, pa gjyq. Duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që kemi për të bërë. Ku është parë kjo forcë politike në historinë e Europës? Të Europës. Hapini gazetat, lexoni çfarë thot motra ime atje për gjykatës e për prokurorët. Është vend i bëhes. Ama digniteti i parlamentit nuk ka dalë në pazarin e gjës gjallë, nuk është me dorën tonë. Pastaj, se bëjnë 700 tenxheret për ne, ne se frenojmë dot se s'kemi çaj bëjmë. Jemi vend i lirë, dekriminalizuam edhe shpifjen për tenxheret. Apo jo? Toni Gogu me Melinda Dhukën. Tani, unë e di shumë mirë që do thonë, që nuk do thonë prapë, po ata kur nuk kanë lënë dhe nuk do lënë gjë pa thënë në të gjitha rastet, po ky është një qëndrim i prerë kundër dhënies së autorizimit për arrest të një deputete, dhe është po aq parimor dhe i domosdoshëm sot, sa që është edhe një qëndrim paralel i prerë në mbështetje plot drejtësisë për të hetuar, gjykuar, vendosur e pa trysnuar nga pushteti ekzekutiv apo shumica parlamentare. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vinit na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. Le ta hetojnë deri në fund Belinda Ballogun. Dhe le ta ulin gjyq për akuzën e pavarësisë në tendera të para 6 viteve, për cilën i kanë dispozicion të tëra çfarë u duhet, por të mos fyen inteligjencën tonë duke na thënë që ajo rrezikon t'ju prish provat. Provat s'u rrezikonte as kur ishte ministre, se provat janë të para 6 viteve. Sot që është thjesht deputete, as që s'bëhet fjalë. Sepse po të shikosh gjithë kërkesën, ajo është kryet put kërkesë që lidhet me rolin e ministres, në mos gabohen. Pastaj gjykatat vendos si ta shohë arsyeshme, është absolutisht pushtet i pavarur. Ky është pozicioni ynë, pikë. Ideja se hajt më këta janë gjithë njësoj, edhe po s'pati prova për këtë, që po themi kush e di sa të tjera kanë bërë që ne si dim, prandaj kur bie lapsi let bjerë,
e pastaj generali, oficeri, ushtari, kushtëdali, mjafton që tjetë i frontit armik. Për ata që merren me politik, fronti armik është partia tjetër. Për ata të tjerë që s'merren politik, fronti armik është e gjithë politika. Po kjo është një ide që e ushqen ose deformimi nga komunizmi në trurin e më të vjetërve, ose jehona e mlefit përgjithshëm në boshllëkun që ka truri më të rinjve. Është një zonë atje që jehon, kthehet zëri mbrapsht, domethënë. Po mua s'më intereson fare. Ç'a thon apo do thon ata që s'duan, apo që më duan të vdekur mua bashkë me ju dhe Partinë Socialiste. U bë kohë që më ngjallin vetëm keqardhje për njerëzit që dëgjojnë, akoma, po më shumë akoma më ngjallin keqardhje për tokën që detyrohet t'i mbaj mbi shtëpinë. Kur shoh bulevardin Çamban, e shoh në keqardhje tokën ku janë shtruar do pllaka. Po, c'est la vie. Ju e kam thënë dhe herë tjetër, unë nuk kam më asgjë për t'i provuar vetes time. Kam hequr çdo lloj meraku që ka normalisht njeriu, e kam sprovuar veten në çdo nivel, qoftë si njeri në arenën politike këtu, qoftë si shqiptar në arenën ndërkombëtare. Këtu jam akoma për të dhënë gjithçka që kam brenda vetes, që bashkë me ju të mos lejoj që Shqipëria të humbas mundësinë e jashtëzakonshme historike, të cilën e kemi krijuar me shumë mund, me shumë durim, po dhe na është krijuar nga rrethanat e reja gjeopolitike të kontinentit për të bërë brenda kësaj dekade vend antar i Bashkimit Evropian. Duan apo s'duan ata që s'duan, ne po bëjmë histori. Shqipëria e sotme është një Shqipëri tjetër nga ajo një dekade më parë. Prandaj është tetë e rëndësishme që të mos e humbim për asnjë çast nga syt këtë të vërtetë. Dhe ne nuk na lejohet të bijem pre presionit përditshëm të 700 tenxhereve, po jemi detyruar ta bëjmë historinë deri në fund me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj është tetë e rëndësishme po ashtu që të mos e harrojmë për asnjë çast edhe të vërtetën se pa Partinë Socialiste si një skuadër në formë, që duhet jetë në formë për çdo ndeshje, si skuadër, me strategji të qartë, me angazhim të madh kolektiv, me disiplinë të fortë në udhëheqjen e vendit, Shqipëria jo që nuk e arrin dot majën për ku po ngjitet hap pas hapi, po mund të kthehet mbrapa sa hapen mbyll syt. Shumica dërmuese shqiptarëve e din shumë mirë këtë. Prandaj na votojnë masivisht, jo se nuk i shohin të metat tona, jo se na i falin, po i gëlltisin gabimet tona, por ama din këtë. Pavarësisht se si e keq lexojnë votën e tyre, gjysmë analfabetët politik të frontit të kundërshtarëve tanë të mosozotshëm. Shumica dërmuese shqiptarëve din shumë mirë edhe një gjë tjetër, se ne dhe vetëm ne jemi garantët e pavarësisë së drejtësisë. Dhe edhe sot, konkretisht, me mënyrën si po i qasemi kërkesës për të autorizuar arrestin e një deputete, ne po e provojmë katërciprisht edhe këtë. Po, katërciprisht. Sepse unë fola gjatë deri këtu, por as ju dhe as kush që ka arritur të dëgjoj ato që kam thënë deri tani, jo ato që ka dashur vetë të dëgjoj, nuk keni dëgjuar asnjë llaf
që të lëndoj autoritetin e prokurorit, që të hedh poshtë motivin e hetimit, që të bëj avokatinë e Belinda Ballukut lidhur me çështjen, e lëre pastaj që të angazhoj këtë fuqi të madhe që merr përpara të madhe të vogël, mjafton ta vendos për t'i vendosur përballë prokurorëve një mur me presion. Zero. Sepse unë e respektoj plotësisht pavarësinë e prokurorit. Të drejtën e prokurorisë që tetoj edhe një bashkëpunëtore të ngushtë, si dhe respektoj detyrën time që në asnjë mënyrë të mos bëhem avokati i saj. Kështu që unë e falenderoj sot Belindën për punën e madhe që bërin detyrat që i besova për 6 vjet me radhë, dhe i uroj fatin që meriton, cili do qoftë fati që meriton, në betejën ligjore, për cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj. Dhe i kërkoj ndjes për refuzimet e përsëritura të 3 dorëheqjeve të veta, të cilat pavarësisht interesit saj, apo edhe pikpamjes disa shokëve këtu për të lehtësuar presionin mbi të apo mbi ne, i kam refuzuar pikërisht dhe vetëm sepse drejtësia, pushteti i pavarur gjyqësor u kuturis, pa ose me dashje, këtë do ta mësojmë dhe të jeni të sigurt që po e mësova do t'ja u tregoj, në territorin e pavarësisë së pushtetit pavarur ekzekutiv dhe legjislativ. Pushteti këtu buron nga vota e popullit. Dhe kjo për mua ishte dhe do jetë e patolerueshme sa të jem unë këtu në këtë detyrë. Të dashur deputete, besoj isha po aq i qartë sa që është i qartë dhe raporti i Këshillit të Mandateve, shkruar nga pala jonë, po besoj që dhe në raportin tjetër të palës tjetër, i keni të gjitha argumentat pse kërkesa rrëzohet. Faleminderit. Faleminderit, kryetar.